Kur shet diçka prej fotografive ose videove, atë kthehet ajo ndjesi po e njëjta që ke përjetuar në atë sekond? Po, ka rasti që po, është ndjenjë shumë e mirë, janë kujtime shumë të mira. Shpesh më ndodh tash që dalin kujtime në rrjete sociale dhe shet diçka para 12 vjet, 13 vjet, edhe duket që është tjepër madje normalisht që i ruje dhe i maj si kujtime shumë bukura tjetës tam. E këto po flasim për një periudhë diku para 2-13 vitesh, janë bo, kanë kalu qaq, veç ti si vena, këto 2-13 vitet ku i ke avullu? Paj, po më doket njëri të pjekja i mon vjetë, ma shumë. Të pjekja. Pjekër si njëri, pjekër si karakter, nështë ta përmbushër si njëri ma shumë, edhe menoj që ato e përshkrujnë vitet, ma shumë se pamjen që shkrejt e menujnë. E vërtet, ama ti vazhdon me qenë po aqe bukur sa herën e parë, edhe kur të kom taku, po edhe kur ke dalë në ekran. A ka diçka, se po thua me kalimin e viteve njeri ju pjeket edhe sigurisht ndryshon, formsohet ai personaliteti i njeriut, po a ka diçka një element që Diana kur s'ka dasht me ndryshu prej Dianës adoleshente, prej Dianës të moshë të rej, kur edhe është bo pjesë e spektakleve televizionit? Po, diçka që munona me rujtë edhe mësë me hupor, është njeri që unë jam për mrena. Menoj që gjëja më e rëndësishme njët për se cilin, është me qenë sa ma njëri. Ta është njerëzimi krejt, po me qenë njëri është diçka e madhe. Në këtë rast munona mësë me gjyku njerëz, munona me ndihmu njerëz, në formën ta me dhe atë sa onë moj. Munona me thonë një fjallë të mirë kur është nevoja, ose me bo dikon, me u mundu me bo dikon me uni mirë, nëse veç e shetë që ka nevoj, se nuk kushton kur gjo. Kështu që me qenë njëri, besoj që është njëna prisane më të rëndësishme një. Në vërtet, edhe ti, ata që të njohin për së afër, me lirisht e vullosin këto që ti e the. Ajo thjeshtësia që të ka karakterizu, vazhdon me qenë një prej virtyteve më të rëndësishme të karakterit tënd. E ke, s'po them ndoshta interesimin e njëjtë, po të paktën interesin për t'i parë spektaklet e bukurisë edhe sot, ose edhe viteve të fundit. Ani pse si drejt për drejt e kyqër më në to? Menoj që ta është shumë a letë me i pa dhe me i përcjellë se për para. Se për para për me përcjellë një spektakl ose një event bukurisë është do është me ditë kohën sa kur ka me u transmitu, me lonë është ta një punë, me shku të shpia edhe me pa. Kurse ta është kur do që gjenë ko, i përcjellë edhe i shë. Nëse nuk, për shamo nuk donë me pa komplet se qka ka ndodhë, i donë momentet kyqe, egzistojnë rrjetet sociale edhe gjithë që shkime i pa. Kështu që edhe pa dyshim që i shë, me raste. Nuk është që jam person që nalën edhe këshyri televizion shumë gjatë, po i shë në rrjetet sociale, nëse më intereson diçka nështë edhe e lypje dhe e gjej, ama po i shë në përgjithsi. A mendon që është avancu në aspektin e krijimit të spektakleve të bukurisë, apo zaten edhe që ato që i kemi pas ma herët duke sikur o janë zbe o disa nuk mbohen heq, atë vjen keq sa do pak për këtë? Mu më vjen pak keq, nuk menoj që është veç vendore, nuk mendoj që ka ndodhë veç të na, menoj që është fenomen në krejt botën, edhe menoj që arsyeja mrapa kësaj janë rrjetet sociale, janë influencers, edhe është tregu, media në përgjithësi që ka ndryshu, nuk është si për para. Janë shtu nështë ta si profesione, nga trohen si profesione influencer me model ose një mes, edhe tash është ma ndryshe për shkak të asaj. Nuk me definuar nëse është ma mirë ose ma keq, ka diçka ma pozitive, diçka pak ma negative, po më nëjë që kjo është arsyeja pse nuk janë që kom për para. Por i halate kjo koha për para, se i ke sjellë Kosovës për mes titullit të Miss Fotogenisë, diçka që s'kishte ndodhur më parë në vetë Miss Universin si organizim në tërësi, edhe ne ishim krejt të shpërty për gëzimit në atë moment kur ty të vendos ajo fashë edhe me atë titull. Që është bënë mundje sot kjo? Shumë mirë. Aso kohë, kur e kom prezentu vendin atje, ka qenë është ta ma shumë përgjegjësi se sa knatësi. Ke mujt me shiu, nuk është se kom mujt me shiu, për nështë edhe për shkak të moshët, se jom konë shumë e ri. Po ndër vite, është knatësi shumë e madhe, sa herë që e menoj. është knatësi shumë e madhe kur në shoh që shpesh herë, nështë edhe njerëz që nuk i njoh heq,
komentojnë, lojnë komente, të bojnë tag, edhe ta rikujtojnë që ato. Dhe është knatësi, A ka është pasaj ndjenjë mirë. sekret ajo